Ministri Edi Rama kaloi çdo limit, pasi humbi qetësinë përballë gazetares Ambrozia Meta, që e pyeti se pse për qytetarët kërkon burgosje, ndërsa për bashkëpunëtoren e tij Belinda Balluku i ruan imunitetin, kaloi si rrallëherë në sulme direkte ndaj Syri Televizion. Duke tundur një dosje që ka 3 vjet në prokurori, Rama jo vetëm shantazhoi, por edhe paragjykoi drejtsinë, duke thënë vetë me gojen e tij se Syri Televizion vazhdon të pastroj para, ndërsa Arben Ahmetaj si ministri i financave dhe zëvendës kryeministër në atë kohë i dha përgjigjen Ramës, duket se kryeministri nuk u ndal për asnjë moment, duke angazhuar drejtorin e tatimeve të kohës, Ceno Klosi, për të sulmuar Syri Televizion e për t'i hedhur firmën kallëzimit që institucioni në varësi direkte të Edi Ramës duhet të bënte ndaj Syrit. Ndryshe nga Arben Ahmetaj, ushtari Belinda Ballukut kreu porosinë e Edi Ramës, e pas kësaj nuk kanë munguar vlerësimet për të, duke e mandatuar edhe si deputet të Partisë Socialiste. Sot duket se nuk bëri asgjë më pak se atë që siç edhe publiku e dinte me kohë, autori vërtet i kësaj dosje dhe kallëzimit të përdorur nga kryeministri Edi Rama është vetë ai. Ky fakt është konfirmuar për Syri Televizion si privatisht, por së fundmi edhe publikisht nga vetë zëvendësi i tij Arben Ahmetaj. Në intervistën e fundit në Çim Pega Live, Ahmetaj pohoi se ishte Edi Rama ai që i vuri para një dosje duke i kërkuar që të kallëzonte Syrin. Televizioni është në prokurori prej disa vitesh për pastrim parash dhe dua që ta dinë të gjithë këtë fakt. Televizioni që ti e sjell këtu si argument është një subjekt i denoncuar për pastrim parash. Në rastin tënd ka një gjë tjetër interesante. Po. Më ka sjell një dosje me demek për akuzë për pastrim parash. Po. E kam studiuar dosjen, e kam thënë jo, nuk ka pastrim parash. Dakor? Siç e pat edhe nga përgjigja e zëvendës kryeministrit, Edi Rama jo vetëm është autor kryesor i sulmit ndaj të vetmes media opozitare Syri Televizion, por ndërkohë ka marrë edhe përgjigjen e dosjes që ka 3 vjet që e tund për shantazh. Ndërkohë që sulmon hapur me dosje të montuara dhe pa dosje të vetmen media që nuk e blen dot Syri Televizion, pjesës dërmuese të medjave që i ka në shërbim u jep tendera korruptiv qindra milionësh për rrugë koncesione. Toka me €1 për të ndërtuar godina televizionesh i bën investitor strategjik me të vetmin qëllim për të mbajtur pushtetin e tij të zhytur në korrupsion. Në rastin tënd ka një gjë tjetër interesante. Po. Më ka sjell një dosje me demek për akuzë për pastrim parash. Po. E kam studiuar dosjen, e kam thënë jo, nuk ka pastrim parash. Dakor? Mirëmbrëma, po fillon plug. E nisim këtë emision me një parashtrim të akuzave që kryeministri Edi Rama bëri javën e shkuar ndaj Syrit Televizion. Jo pa qëllim, sepse akuzat e montuara nga Edi Rama, siç dosja që i kërkoi Arben Ahmetaj të bënte për Syrin, ishin në fakt simboli i qeverisë së tij, por edhe i rrethit të tij